Miq Prizmës, në 20 gush gjithmonë unë kujtoj një nga ngjarjet që ka shënuar historinë e Evropës, historinë moderne të Evropës dhe të shekullit 20. 20 gush 1968, unë kam qenë rreth 9 vjeç. Dhe isha ke gjyshi, pastaj erdhën familjarët e mi, kur televizionet e RAI po transmetonte rrethimin e Çekoslovakisë dhe hyrjen e tankeve Çekoslovaki. Ishte e famshme pranvera e Pragës dhe njëkohësisht pushtimi i Çekoslovakisë nga Traktati i Varshavës, po themi. Kishte kohë që ishte përgatitur një, po themi me anë të Partisë Komuniste atje, një ide për një lloj liberalizimi. Aleksandr Dubček dhe një pjesë e aparatit politik dhe ekzekutiv, ose po themi administrativ, po kërkonin më tepër liri. Po pretendonin për liri më të madhe shtypi, fjale, dhe njëkohësisht liri më të madhe veprimi ekonomik. Thjesht po mendonin jo për atë socializëm i cili ishte mbi bazën e Knerit, sepse përveç Traktatit të Varshavës, vendet e ashtu quajtura të demokracive popullore, vendet e lindjes, satelitët e Bashkimit Sovjetik, kishin dhe një organizatë tregtare, siç ishte Kneri. Ashtu siç ishte NATO-ja, në anën tjetër ishte Traktati i Varshavës, ashtu siç ishte Tregu i Përbashkët, te vendet satelite dhe vendet, pa përsërisë ndonjëherë demokracive popullore, kështu e qunin në kohën e luftës ftoftë dhe në kohën e Bashkimit Sovjetik, kishin një organizatë tregtie që quhesh Kner. Praktikisht Dubček po kërkonte edhe një lloj pavarësie nga Moska. Dhe këtu ishte problemi i madh. Po i bëheshin vretje, po çekët nuk po merrnin vesh, ose Çekoslovakët, sepse këtu ishte. U tentua të bëhet një marrëveshje në Bratislavë dhe u duk sikur po bëhesh një marrëveshje, por tashmë Leonid Brezhnev, Moska nuk beshonte më te Aleksandr Dubček. Ngjarjet në Shqipëri po përcilleshin me një lloj dyshimi. Nuk duhet kemi asnjë iluzion se Enver Hoxha kishte kohë që nuk merrte pjesë në Traktatin e Varshavës, as në manovra, as në asnjë lloj gjëje, sidomos me prishjen, me Bashkimin Sovjetik në 1960 dalin nga baza e Vlorës. Por këtë po e bënte jo se të kërkonte si Dubčeku më tepër liri, më tepër socializëm. Po e bënte nga krahu i kundërt, ai kërkonte stalinizëm dhe ishte një stalinist. Kur të gjithë në Traktatin e Varshavës, në kampin e famshëm socialiste, kishin dënuar krimet e Stalinit. Njëkohësisht, edhe Rumania e Ceaușescut, e cila ishte edhe ajo në një farë mënyrë një domen diktatorial i ashpër, po luante një rol frenues për sa i përket edhe një lloj, po themi, marrëveshje e cila po dështonte midis antarëve të Traktatit të Varshavës edhe të Knerit, por të kampit socialist. Pra si thash, 29-30 korriku u duk se u morën vesh, por ndërkohë forcat e Bashkimit Sovjetik, ushtarake, tanket e tyre, Bullgarisë, Hungarisë dhe Polonisë u përgatitën, rrethuan dhe u futën brenda. Në fakt ishin dakord edhe ato të gjermanisë tindore, por nuk e kaluan kufirin, dhe ata që nuk morën pjesë, kjo duhet pranuar si fakt, në pushtimin e Çekoslovakisë me tanke, ishim ne, Shqipëria dhe Rumania. Refuzuan që të merrnin pjesë në pushtim. Kur ndodhi,
Ne denoncuam traktatin e Varshavës dhe Enver Hoxha doli nga traktati i Varshavës. Kishte kohë që nuk merrte pjesë në manovra, por kësaj radhe e bëri zyrtarisht duke thënë që ky është imperializëm, është një pushtim, por sigurisht e bëri nga pozitat e ultramajtizmit dhe stalinizmit, dhe jo nga pozitat se po mbronte Dubčekun. Dubčekun e quante të shitur vetë, revizioniste të shitur vetë, po jo se po kishte ndonjë mbrojtje duke thënë që shikose ne përkrajmë Dubčekun. Jo, këtë nuk e kishte, absolutisht. Por po vazhdoj me pushtimin. Pushtimi po me datat 20 dhe 21 gusht. Që të bërin qytetarët s'kishin armë. Thjesht ndruan tabelat që tanket mos merrin vesh rrugën. Thjesht vendosnin barikada, po barikadave hipnin me tanke sipër. Tentuan të mbrojnë televizion dhe radiot, por ato pushtuan dhe pati edhe dekur. Gjuanin me shishe me benzin, por sigurisht pati edhe dekur. Filloi të dirë dhe zgjak, dhe tanket zuan edhe pozicionet e tyre në rrugët e Pragës. Imagjinoni ato skenat e bukura, jo ndërkohë keni parë dhe fotot të gjithaj qyteti, Praga shumë e bukur, normalisht është një qytet kulturor fantastik, historik fantastik, ku hynin të 55-at, të 59-at e traktatit Varshavës. Praktikisht ishte një pamje makabër, e cila u denoncua këtu kene, si një akt imperialist dhune, por normalisht kjo nuk duhet interpretuar si pozitivitet përsa i përket vendit tonë. Përkundrazi, Enver Hoxha ishte stalinisti më i madh i kampit socialist asaj kohe. Ai po e bënte se do të mbronte edhe veten, duke denoncuar traktatin e Varshavës, ai një farë mënyrë jepte për të kuptuar sovjetikëve që do kenë probleme me Shqipërinë, sepse sigurisht denoncimi i traktatit Varshavës nga një shtet i traktatit Varshavës, sado i vogël që ishte Shqipëria dhe dalja jashtë, tashma kishte 8 vite që kishte dalë jashtë nga baza e Pashalimanit, nga baza e Vlorës, Enver Hoxhës të kishin nxjerrë jashtë sovjetikët, bazën e përbashkëve. Edhe quhet edhe baza e kampit, po njëkohësisht edhe e rusëve. Edhe dilte përballë Adriatikut, ishte një nga bazat më të armatosura të asaj kohe. Kishte 12 nëndecet të shtërë armatosura të asaj kohe dhe mund vendoseshin dhe raketat, gjëra që nuk i lejoi Enver Hoxha. Imagjino tash i përballë itarisht vendoste në atë kohë edhe raketa. Pra, kishte një ballafaqim midis dy superfuqive dhe ndërkohë që denoncohesh traktati i Varshavës sepse po pushtohesh Praga, sepse sigurisht ishte duke u paraqitur politika e sovranitetit të kufizuar të Brezhnevit, ku vendet sovrane aty ju mbaronte sovraniteti, kur ndonjëri prej tyre tentonte të ikte, pothuaj këtë gjë po e bënte Enver Hoxha, dhe traktati i Varshavës edhe sidomos Bashkimi Sovjetik nuk po e sulmonte. Edhe këtu vjen interesantja. Interesantja në këtë rast vjen se perëndimi denoncimin e traktatit Varshavës nga Enver Hoxha dhe Shqipëria, pavarësisht se e bën nga pozitat e stalinizmit, e duar trokitën, e përmendën si fakt. Ju leverdisi, e quajtën një rebelim brenda kampit, dhe ishte rebelimi i dytë bashkë Çekoslovakisë së Dubčekut, ishte sigurisht gjëja më e madhe që një vend i demokracive popullore, një vend i Knerit dhe i traktatit Varshavës, po denonconte pikërisht këtë të fundit. Ishte e pa imagjinueshme që të denoncohej, të nxirrin jashtë sovjetikët ose edhe aleancën e tyre në cilën bënin pjesë edhe ne, dhe mos pushtohej. Praktikisht, Çekoslovakia u pushtua vetëm pse kërkonte të ishte më e lirë, të kishte më tepër pavarësi, jo të ndryshonte sistem. Dubček dhe të gjithë të tijet rreth e përqark nuk po kërkonin të largoheshin nga suaza sovjetike, kërkonin më tepër pavarësi, më tepër liri, kërkonin një farë liri e shtypi, kërkonin liri veprimi ekonomike dhe pse jo dhe pronësie. Mi po nuk po i lejohesh, sepse do t'ishte shembulli. Edhe këtë shembull sigurisht
Nuk do të lejonte dot as doktrina e suverenitetit të kufizuar të Leonid Brezhnev dhe të gjithë ati komponenti të jashtëzakonshëm poshtë Krushovian, i cili pranoi një farë mënyrë krimet e Hitlerit, por nuk la rrugën, krimet e Stalinit, më falni, por nuk abandonoi, nuk e la përgjysmë rrugën e krimeve për të bërë superfuqia më e madhe e botës komuniste. Sigurisht thoshin fajt i ka Stalini, por po ashtu po vepronin. Pavarësisht në mënyrë më të fshehur dhe jo kaq të hapur, jo kaq të egër si Stalini. Ishte post Krushoviane, sepse sigurisht ai denoncoi me fuqi të madhe dhe Krushovi prandaj mbetet figurë e madhe e botës, jo për nga inteligjenca e tij dhe nga veprimet e tij, por nga Bashkimi Sovjetik i kohës tij, i cili kishte arritje shkencore, kishte denoncimin e krimeve Stalinit, krimet gulagëve, të internimeve, të vrasjeve, të veprimit të KGB-s, GPU-s të asaj kohe dhe më përpara, krimeve Stalinit, kultit të individit e tjerë. Këtu ke ne bilen 56 në dënuar njerëz në sajt, sepse edhe ata tentuan të dënojnë. Dënuar dhe baba im, kur punonte në radio. Bashkë me organizatën e partisë të radiove, të gjithë, absolutisht. Disa u futën në burg, disa u përjashtuan nga partia, disa u deportuan, internuan prej tyre dhe baba im. Pra kishim të bënim me sovranitetin e kufizuar. Dhe 68-a ishte kulmi kur një dorë të vendeve, po kryesor ishte Bashkimi Sovjetik, mbledhin tanket edhe si NATO e sot që duhet të mbrojnë një vend, ata e pushtojnë atë vend sepse nuk duhen që ai vend të marrë një rrugë tjetër politike ose filozofike, po themi, të jetë më i lirë. Është një krahasim pa vend, po do që të tregoj se si kanë funksionuar gjërat në kohë. Praktikisht pushtimi i Pragës tregoi që nuk do toleroheshin vendet se ishte shembulli, që kërkonin më tepër liri. Pastaj është djegja e atij studentit, Palak, në Prag, që u bë shembull në të gjithë botën. Djegja e tij në shesh të Pragës do t'i tregonte botës se populli çek, populli çekoslovak po themi, po populli çek, atëherë ishin bashkë Slovakia me Çekin, po reagonte. Por mas arrestimit të Dubčekut edhe kastës politike që kërkonte liri, ato u liruan, u kthyen, nuk bën në një burg të madh. Disa prej tyre edhe shkuan në farë internimesh, por u kthye Dubčeku për të pranuar pastaj edhe politikat e tilla të atij sovranitetit kufizuar që imponoheshin nga Moska, që imponoheshin nga Bashkimi Sovjetik. Kush është konkluzioni? Konkluzioni për sot është ky: ne sigurisht kemi kaluar në disa periudha kohe dhe regjimin diktatorial ato pjesë të një marrëdhënie të vështirë me botën, marrëdhënie midis lindjes edhe perëndimit, marrëdhënie tipike të luftës ftoftë. Dhe në një farë mënyre, edhe pse diktaturë, edhe pse me Enver Hoxhën e kemi kaluar, por pagesa për to, haraçi për to, ishte izolimi akoma më i madh i Shqipërisë. Ishte shtypja më e madhe këtu. Lirinë nga Moska ne e paguanim me një shtypje akoma më të egër staliniste në këtë vend. Moska ishte më e lirë edhe pse po pushtonte. Kampi socialist ishte më i lirë se sa ne ishim më të robëruar se sa ata. Kjo nuk do të thotë se ata po vepronin mirë duke pushtuar Çekoslovakinë. Sigurisht pushtimi i Çekoslovakisë është një akt kriminal i superfuqisë asaj kohe komuniste, që është Bashkimi Sovjetik, dhe kampit saj. Sigurisht komunist. Ashtu si kundër nuk do të thotë asgjë, denoncimi i Traktatit të Varshavës dhe akuza e jashtëzakonshme që i bëri edhe Enver Hoxha në fjalën e tij edhe në kujtimet e tij, pikërisht këtij akti, por e bëri nga pozitat e stalinizmit. Nuk e bëri nga pozitat e lirisë, nuk e bëri se donte të mbronte të lirë popullin e tij, e donte të roburuar
por sigurisht jo më tash me Bashkimin Sovjetik. Sepse e dinte që do vinte dhe fundi i tij. Në momentin që do pranonte që të kishte marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik dhe kampin e asaj kohe, e dinte që klika e tij staliniste dorëzohej. Dhe në këtë pikë i denoncoi për të izoluar jo vetëm nga perëndimi tashmë, po mas vitit 1968 u izolua edhe nga lindja, plotësisht. Ishte edhe i izoluar edhe në luftë përhershme me Jugosllavët, pra mbeti i vetmi vend stalinist, marksist-leninist edhe i lidhur me Kinën. Sigurisht shpëtimi joni asaj kohe ishte lidhja me Kinën maoiste, ose Kinën edhe asaj kohe me Maon ishte staliniste. Tashmë nuk vinte asgjë nga Bashkimi Sovjetik, nuk vinin fabrikat nga Bashkimi Sovjetik, as nga Moska, po vinin nga Pekini, vinin nga Kina. Nuk vinte gruri nga Bashkimi Sovjetik, por nga Kina. Nuk vinin armët nga Bashkimi Sovjetik, por vinin nga Kina, bile edhe me shumicë. Anijet kineze që nuk lejoheshin shpeshherë të ankoroheshin nëpër porte, lundronin me patenten dhe me flamurin shqiptar. Kjo ishte deri që i bënim Kinën, dhe kur vinin armët te ne, raketat, tanket, raketa hedhësit në përgjithësi ishin nën grur, ishin nën çimento, ishin nën, nuk e di, sheqer, sigurisht, por ishin armë kineze. Lidhja me Kinën na bëri që mos të vuajmë thojza ekonomikisht, por në të vërtetë kështu duhet të thuhet, se do vuanim akoma më keq. Do ta kishim shtrënguar akoma më keq rrypin, siç e shtrënguar në vitet 80 pastaj. Lidhja me Kinën vetëm zëvendësoi në një farë mënyrë Bashkimin Sovjetik edhe KNER, traktatin e Varsavës në përgjithësi. Bile Kina është ndihmësja më e madhe, po të kemi parasysh në shifra 200 miliardësh, po themi të asaj kohe, dollar, është një shifër alarmante për ushtrinë edhe për mbrojtjen në përgjithësi, por dhe për fabrika. Mos harrojmë se prej Kinës erdhën fabrikat më të mëdha keni. Erdhën ato të azotikut në Fier, termocentralet, 2 uzinat edhe fabrikat e Laçit, superfosfati, Rubiku, po ashtu Bakri në Laç, disa nga fabrikat e precizionit në Tiranë. Në Shkodër ishin 3 fabrika të mëdha, duke filluar me uzinën e telit, i cila sigurisht ishte një nga GJL-et, nga mrekullit, por dhe fabrika tjera të industrisë lehtë ushqimore, tisazhet e kompani, kombinati i famshëm Berat, i quajtur Mao Zedong. Kina ishte ajo që pruri më tepër, sigurisht industri, ushtri, bujqësi, teknikë bujqësore, zetora, traktor. Kina mbajti gjallë nga vitet 1962 dhe deri në vitin 1976, 77, kur Enver Hoxha u prish edhe me Kinën, pikërisht pse Kina u lirua diçka. Gjithmonë ishte term njohës për Shqipërinë dhe Enver Hoxhën. Kush lironte politikën, prishesh me Enver Hoxhën. Kush kishte një marrëdhënie me Amerikën, prishesh me Enver Hoxhën. Dhe pastaj filluam të shtrëngonim rrypin e të merreshim me urinë. 20 gushti 1968 tregonte që, edhe tregoi që sigurisht ne ishim një vend i çuditshëm i komunizmit të asaj kohe. Shumë i çuditshëm. Ishim një folk komunizëm me luftën e klasave më të ashpër dhe njëkohësisht me mëvetësinë, kokshkrepjen edhe ku diun si të themi, një komunizëm feudalist i Enver Hoxhës i përdorur në mënyrë të jashtëzakonshme. Mbase ishte edhe karakteri i një populli i tillë, mbase duhet studiuar edhe filozofikisht më mirë, por praktikisht Enver Hoxha në vitin 1968, unë isha 9 vjeç, 2 ditë mrapa denoncoi traktatin e Varsavës për pushtimin e Çekoslovakisë. Dakord miqtë mi?